ajo paraqitja pasaportës tënde në kamera ja dhe ky momenti këtu që po e shohim mbrapa. Çfarë realisht ndodhi aty? E po me dhe reagimin tënd pastaj pas përfundimit të ndeshjes. Patjetër, unë do fokusohem në konsistencën e gjithë kësaj gjës. Pra, apo ndodhin në mënyrë të përsëritur këto gabime ose vendime jo në të mirën e Ferizajt, a ka gjëra të ngjashme në ndeshje të tjera të caktuara? Dhe këtu pastaj nëse janë dhe janë të përsëritura dhe janë në disa ndeshje të ngjashme të njëjtat situata, atëherë mund mendojmë që ka dhe standard dyfisht, pavarësisht se veprimi im nuk është justifikuar dhe është emocional, sepse me drejt zoti Arbnor tha që në efektin e ndjenjave njerëzit veprojnë edhe ndryshe. Pra, nuk dua të besoj që është gabim njerëzor dhe dua të besoj që janë disa situata të ndryshme. Por, në minutën 72, ndërhyrje e rrezikshme ndaj Ferizajt dhe kartoni i dytë i verë për kundërshtarin, disa minuta më vonë ndërhyrje direkte me Bryl, lojtari i fundit ndaj Berishës, përsëri nuk merret vendimi i duhur, gjithmonë sipas gjykimit tim teknik, mos më merrni për bazë për klubin e Ferizajt, po vetëm Nevil Dede trajner. Po. Dhe vendimi i tretë, shkelje në tokë, pa top, e Peposhit, nga kundërshtari në Kavile. Dhe nuk e kuptoj pse vari nuk dërin në asnjë moment. Dhe në situata ku ne kishim aksione në perspektiv për situata që mund zhvilloje një aksion premtues për të çnuar gol, atëherë unë mendova që po më hahet haku, pra e drejta nuk po mjepet. Dhe kërkova barazi sportive. Emocioni ishte i tepërt, patjetër. Unë e respektoj institucionin edhe të arbitrit. Dhe di edhe bagazhin, edhe formimin e nuzës, por në fund fare gabova dhe unë ndëshkova me karton të verdh. E pse kjo shpalosja e pasaportës tani këtu po më dalë te ky pse gjëja po ndoshta që të ka shtuar në ato momente ndërmend është publikimi i pasaportës tënde që vjen nga Shqipëria. Po mendon që ka padrejtësi ndaj trajnerëve që vijnë nga Shqipëria në Kosovë apo si? E hapa, fjalin tim e hapa, konsistenca e kësaj gjës, apo ndodhi në mënyrë të përsëritur dhe të përhershme këto gjëra, a kanë ngjarje të ngjashme në disa ndeshje rresht? Unë them që po. Më duken vendimet arbitrare jo në favor të Ferizajt. Nuk kërkoj favorizim, kërkoj vetëm drejtësi dhe barazi. Dhe mendova që i vetmi trajner shqiptar në Kosovë jam unë. Dhe nuk ka mundësi që vetëm mua të ndodhin të tilla gjëra. Më ndodhi njëjtat situata edhe në ndeshjen e Kupës kundër Drenicës, duke respektuar gjithë potencialin që kanë kundërshtarët tanë, me respekt maksimal për luftën fair që bëjnë në fushë, por 2 kartona të kuq atje, 3 kartona të kuq sot, nuk më duket që janë padashje dhe janë të përsëritura. Dhe më duket se gabimi nuk është më njerëzor. Dhe ky ishte reagimi emocional. Fati imi keq që kisha pas pasaportën me veten në xhep, se ndryshe do thoja, o vlla jam shqiptar, të lutem jep hakun. Sepse kam të drejtë dhe detyrim profesional të kërkoj sqarim për gjërat. Po kur arbitrat vetëm më bëjnë presion. Dhe tani unë kam drejtën time morale, po edhe profesionale të kërkoj vlerësimin që i bëhet arbitrit, të publikohet. Çdo vlerësim i arbitrave duhet publikohet në gjykimin tim. Transparencë për vlerësimin e arbitrit. Po, dhe standard njëjtë për të gjithë klubet e futbollit në Kosovë. Po, e vetëm shkaku që ti vjen nga Shqipëria, po mendon që ky është faktori kryesor që sipas teje Ferizajt i bën padrejtësi nga gjyqtarët? Faktori kryesor je ti? Jo, po më keq kupton dhe po e keq përdor pyetjen time. Po them edhe një herë. Unë po pyes, nuk vëmë asgjë. Reagimi emocional është i gabuar. Pra, është i gabuar. Fati im i keq, po them që kisha pasaportën në xhep. Por nuk kam ofendu askënd realisht. Nuk kam pas për qëllim të ofendoj askënd. Dhe nuk besoj që duke treguar pasaportën dikush, një shtetas po ofendon dikë. O vlla, unë po them jam vetëm shqiptar. Me jep të drejtën, po mbroj nga ana profesionale si trajner, do mbroj hakun e lojtarëve të mi. Pra duhet më japin atë që më takon. Mu duke pa drejtë të gjitha këto vendime. Tani unë po kërkoj në mënyrë institucionale vlerësimi që bëhet për arbitrat të bëhet publik,
që unë të paktën të mbroj lojtarët e mi. Nuk kam forcë tjetër, vetëm këtë forcë kam. Ndërsa kartoni i dytë i verdh, kthehemi tek organizimi i ndeshjes. Më bëhet